Kemi pa ditë të funit, kohën e funit. Ka pas bovaki, mundet edhe 2 vrasje në ditë. Allahu Ekber, është bo kjo puna e vrasjes, le njëherë krimi në familje, vrau babën ose vrau bashortën. është bërë kjo vrasja sikur me qenë po pi i gojtë ujtë ftofët me u freskun me zgushtit që është vapë. Pasha Allahun, ose nuk jemi në rregull nga trut e kokës, ose nuk dime dhe nuk kemi kuptuar neve se qa është besimi, dhe qa është Zoti, dhe qa është feja, dhe qa është me qenë njëri. është katastrofë. Me aq kollaj, shkoj puna të vrasësh dikë, edhe ti marrësh jetën dikujt. Është nga mëkatet më të mëdha që ekzistojnë. Thot Allahu xhaleshanu, ai i cili e vret një besimtar me vetdije, pra, e bën me vetdije, jo pa dashje, se pa dashje Zoti na ruaj, mos ta ketë kismet askushi, por pa dashje jemi njerëz, ndodh. Ama e vret me vetdije, merr iniciativën me e bë, që në momentin kur nuk e mendon çfarë të bë, thot dënimi i tij është xhenemi, subhanallah. Khaliden fiha, i përjetshëm. E Allahu xhaleshanu u thot, është i hidhruar me te, e ka mallku Zoti dhe ka përgatit për te dënim dhemshëm. 5 gjëra i ka përmend Zoti xhaleshanu.